Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi në vazhdimin e temës së fikut. Dhe çështja e radhës është istiqbal al-qibla, kthimi nga kibla. Dhe thamë në mësimin e kaluar se kthimi nga kibla është nga kushtet e namazit. Pra nuk lejohet ta fillosh namazin pa u kthyer apo pa gjetur më parë drejtimin e duhur të kiblës. Dhe qëllimi me drejtimin nga kibla është kthimi nga qabja, për atë që është afër, është sheh. Apo për atë që është më larg, siç mund të jemi në vendin tonë, është kthimi në drejtim të saj, por jo ajo konkretisht. Sepse profeti alayhi salatu wassalam tha ma bejnë al-mashriqi wal-maghrib qibla. Çfarë ka midis linjes e perëndimit? Kible. Këtë e tha për banorët e Medinës, se për ne është tjetër, janë të tjera anë të horizontit. Por kuptimi është që midis lindjes dhe perëndimit, pra është një kënd më i gjerë se sa për ata që janë larg, për shkak të largësisë, se sa apo në ndryshim në krahasim me personin që e sheh Qabën, ai merr drejtimin nga Qabja. Kurse për ata që janë larg, nuk është detyrë gjetja e Qabës, sepse kjo mund të jetë e pamundur, ta gjesh pikërisht Qabën, por kthimi në drejtimin e saj. Kthimi nga ajo. Dhe hadithi i parë i temës që sjell autori Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Allahu mëshiroft, është hadithi i Ibn Umerit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe kemi fol për biografinë e Ibn Umerit në hadithet e mëparshme. Thotë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bënte tesbih mbi shpinën e kafshës së tij, ngado që të ishte drejtimi, edhe bënte me shenjë apo bënte shenjë me kokën e tij. Thot Salim, djali i Ibn Umerit, që përcjell këtë hadith nga babait i Ibn Umerit, thot se Ibn Umeri e bënte këtë gjë. Salim bin Abdillah ka qenë nga dietarët e Medinës në kohën e tij, ndër më të mëdhenjt, saqë njihej muftiu i Medinës, pra njeriu që jep fetva. Se fjala mufti këtë kuptim ka, ai që jep fetva. I njëjti hadith në një përcjellje tjetër thot kana yutiru ala ba'iri, se profeti alayhis salam e falte vitrin mbi kafshën, mbi shpinën e kafshës. Dhe një përcjellje tek Muslimi, përveç faktit se ai nuk falte mbi të farzet, namazet farz. Dhe një përcjellje tjetër tek Buhariu, përveç farzeve, pra nuk falte farzet. Ky është hadithi me këtë transmetime që sjell autori, dhe transmetimet e ndryshme apo pjesëzat nga transmetimet që solli kanë rëndësi dhe dobi, sepse përmbajnë gjykim, jo më këtë i sjell autori. Çfarë tregon ky hadith? Thot Ibn Umeri, sahabi i nderuar i profetit alayhis salatu wassalam, djali i Farukut, khalifës së muslimanëve pas Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, thot se i dërguari i Allahut bënte tesbih mbi shpinën e kafshës së tij. Cili është kuptimi me tesbih këtu? Fjala subhanallah, ja, namazi. Pse u quajë tesbih? Sepse tesbih janë pjesë përbërëse e namazit. Në ruku, në sejdë, bëjmë tesbih dhe madhërim Allahut. Bëjmë tesbih dhe madhërim Allahut subhanahu wa taala. Apo si vjen në disa hadithe, fjala sejdë dhe qëllimi me të është namazi. Si sot profeti alayhis salatu wassalam, hadithin që e Thaubanit që përmendëm në hutbën e xumas, kur ai tha i dërguari i Allahut më tregon një punë që me të Allahu më fut në xhenet. Tha, alejke bi kathrati sujud, bëj sa më shumë sejdë. Cili është kuptimi? Thjesht sejdë, ri ul, bëj sejdë? Jo, fal namaz sa më shumë. Fal namaz sa më shumë. Dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot inna Qur'an al-fajri kana mashhuda,
Kurani sabaut prezantohet nga me lajket. Cili është kuptimi me Kurani? Leximi i Kuranit në namazin e sabahut. Leximi i Kuranit në namazin e sabahut. Dhe thot Allah subhanahu wa taala usabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurub. Dhe bëj tasbih, duhet e madhëruar, lartësuar Zotin tënd para lindjes së diellit, që është namazi sabah, dhe para perëndimit të tij, që janë yleja e itindia. Yleja dhe itindia. Pra quajti Allah subhanahu wa taala namazin në këtë ajet kuranor tasbih, sabbih, bëj tasbih. Dhe kuptimi është namazi, jo thjesht fjalët subhanallah, subhanallah para lindjes diellit dhe para perëndimit të tij. Edhe në këtë hadith kuptimi me tasbihun, cili është namazi. Pra thot Ibn Umari se profeti alayhis salatu wasallam falte namaz mbi shpinën e kafshës së tij. Kuptimi me kafshën e tij, kafshën e udhëtimit. Se këtë kuptim përmban fjala rahila. Kafshë që po udhëton mbi të. Kafshë që po udhëton mbi të, ndado që të ishte drejtimi i tij. Ndado që të ishte drejtimi i tij, pra drejtimi i udhëtimit. Edhe ne dim që jo çdo udhëtim është në drejtim të kiblës. Por ka udhëtime që janë në drejtime të tjera. Dhe thot dhe Ibn Umari dhe bënte me shenjë me kokën e tij. Bënte shenjë me kokën e tij. Kuptimi shenjë pra kur vinte momenti i rukus dhe i sejdës për ulte kokën. Sepse dihet që nuk mund të bësh dot ruku dhe sejdë mbi kafsh. Ky ishte mjeti i udhëtimit në atë kohë. Po për mjetet e sotme do të vi çështja. Dhe Ibn Umari e vepronte këtë gjë. Këtë e thot për cilësi që e transmeton direkt nga Ibn Umari dhe që në hadithin në fjalë është dhe djali i Ibn Umarit, Salim. Pse e përmendi këtë fjalë transmetuesi që Ibn Umari, pse na tregojnë që Ibn Umari e bënte këtë gjë? Cila është dobia e thënies së kësaj fjale? Sepse dikush mund të thotë çlidhje ka pra që Ibn Umari e bënte këtë gjë. Ka dobi të madhe dhe shumë të rëndësishme. Dhe ajo dobi kryesore është që na tregojnë që ky gjykim apo ky veprim, ky sunet nga profeti alayhis salatu wasallam nuk është anulluar, por vazhdon të jetë deri në kiamet. Do vazhdoj të jetë deri në kiamet. Thot dhe profeti alayhis salam falte edhe vitrin mbi kafshën e tij. Pra lejohet falja e vitrit kur je në udhëtim mbi kafsh, mbi mjet. Përveç faktit, transmetimi tjetër që nuk falte mbi të farzet. Çfarë na tregon kjo pjesë apo ky transmetim? Që bëhet fjalë për namazet nafile dhe jo për farzet. Pra kur je në udhëtim, je i obliguar që kur vjen koha e faljes së farzit, të zbresësh nga mjeti i udhëtimit. Kur ke mundësi të zbresësh, se kur je në aeroplan për shembull, nuk zbret dot. Jemi të qartë. Dhe të qëndrosh në këmbë, të kthehesh nga kibla dhe të bësh rukun dhe sejdën me formën e tyre të plot. Por lejohet për nafilet. Pra për nafilet ka tolerime, ndryshe nga farzi. Sa që ka dietar që thonë që lejohet që gjatë faljes së nafileve të pish edhe pak ujë. Duke qenë brenda namazit nafile, kur fal nafilet gjata, të zuri etja madhe apo të tha goja apo të ndjetën sekrecionet e pështymës dhe ke nevojë për ujë, lejohet të pish pak, në mënyrë që mos ndërpresësh nafilet e gjata, dhe jo që nuk lejohet në farz, vetëm në rastet kur arrin situata problematike dhe lejohet dalësh nga namazi,
të dalësh në namazin dhe të pish ujë. Përveç farzeve transmetimi tjetër, pra e përforcon gjytimin që nuk lejohet falja e farzit mbi kafsh apo mbi mjetin e udhëtimit, edhe nëse e në udhëtim. Por ky gjytim dhe kjo lehtësi është vetëm për nafilet. Vetëm për nafilet. Pse e lejoi Allah subhanahu wa taala me anë të veprimit të dërguarit të tij alayhi salatu wasallam këtë gjë? Lehtësim për umetin. Lehtësim për umetin. Për shembull, në kohën e sotme, njerëzit bëjnë udhëtime ndoshta më shpesh se dikur. Dhe kjo na që janë lehtësuar dhe mjetet e udhëtimit. Arrin që të ikësh nga njëri shtet në tjetrin brenda disa orësh, pak orësh. Edhe pse distanca mund të jetë mbi 1000 kilometra. Pra i njëjti udhëtim që deri dje bëhej me javë, sot e bën me 1 orë, 2 orë apo edhe diçka më tepër. Je në avion për shembull, je në autobus, ulur. Do bën dhikr Allahut, por edhe do të falesh. A lejohet? Po lejohet, dhe nuk është nevojë të zbresësh. Për nafilet. Dhe as nuk është nevojë ti thush shoferit ndalo se dua të falem unë. Apo të presësh vetëm momentin kur ndalon autobusi për atë pushimet e tij, nëse është udhëtim i gjatë, dhe pastaj të falesh nafile. Jo, edhe në vendin kur je ulur. Edhe pse nuk je në drejtimin e kibles. Edhe pse nuk je në drejtimin e kibles. Kjo në bazë të veprimit të profetit alayhi salatu wasallam që përcjell Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Çështje. Nëse po udhëton me tren. Nëse po udhëton me tren, a bie apo a hiqet obligimi i të thimit nga kibla përpara se të fillosh namazin? Apo nuk bie sepse ka trena të cilët janë dhe me dhoma. Dhe nuk është e vështirë dhe udhëtarët janë të pakët, pra ka vende bosh. Dhe nuk është e vështirë, për shembull, du Shqipëri s'ka tren fare xhanum, po ka për shembull Japonia që mbahet për prodhimin më të mirë të trenave, shumë linja trenash i kanë me dhoma. Kur them me dhoma si dhoma hoteli, me krevatin e tjerë e tjerë. Po dhe në Amerikë, ke trena dykatsh me dhoma për udhëtime të gjata. Mund të kesh dhe në Europë, në një shtet në tjetrin, po me dhoma, kupton? Apo shtete tjera ndaj Kina e tjerë. Ke edhe për shembull, mund të kesh dhe në vendet islame, në ndonjë vend islam. E rëndësishme, pra nëse je në një tren me një komoditet të tillë, a është obligim që të kthehesh nga kibla edhe kur bëhet fjalë për nafilet, jemi tek nafilet, apo nuk është obligim, me që jeni në udhëtim dhe profeti alayhi salatu wassalam i falte nafilet mbi kafshën e tij pas zbritur ngado që të ishte drejtimi. Dhe jo çdo herë drejtimi i udhëtimit apo i vendit ku do të shkosh është nga kibla. Përgjigja për të gjë është se është në një rast të tillë, në një komoditet të tillë, është obligim thimi nga kibla. Ndryshe për shembull kur je në një tren pa dhoma apo që mund të ngjasoj me sedilet e autobusit, pra që nuk mund të kthehesh dot nga kibla, as nuk falesh dot në këmbë, por do falesh nafilet ulur, do të falesh nafilet ulur dhe e të jetë pamundur të kthehesh nga kibla, nëse vetë autobusi nuk është në drejtim të kibles. Sepse i tillë është hapësira dhe vendi ku ti qëndron. Ama në raste të tilla, për shembull mund të qëlloj edhe në ndonjë aeroplan, pra nëse ti je një klasë A për shembull, apo aeroplani është i gjerë dhe ka pak udhëtar dhe është e lehtë për ty, nuk është e vështirë, nuk është rëndesë e madhe që të kthehesh nga kibla, është e lehtë,
atëherë është detyrë të kthehesh nga kibla, edhe pse je në udhëtim, edhe pse bëhet fjalë për nafile, ose për shembull në ndonjë anije. Ka anije udhëtimi dhe përgjithsisht anijet e udhëtimit janë me dhoma. Janë me dhoma. Ai që nuk flete ajo guverta e anijes, por merr dhomë, kthehet nga kibla. Sepse i ka mundësit, i ka kushtet, edhe ka obligim që të kthehet nga kibla edhe tek namazet nafile. Dhe përjashtim i kthimit nga kibla bën ai që e ka të pamundur, ai që në rastet e frikës, që jemi përmend te mësimi i parë, pra kur i friksohesh përballes me armikun tjetër, nuk mund të jesh dot shpinën e tjerë, apo namazet nafile. Namazet nafile me shtjellimin që bëm, jo çdo herë, por me shtjellimin që bën. Si mund ta gjejë njeriu drejtimin e kiblës? Përmendi, e para punës është me anë të xhamiave në vendin ku është. Se dihet që të gjitha xhamiat drejtimet i kanë nga kibla e duhur. Gjatë ditës e përmendin me anë të diellit dhe hënës, dhe ka shpjegim. Gjatë natës me anë të disa yjeve, dhe kjo ka shpjegimin e saj. Por, nëse muslimani është në një vend me njerëz, edhe nuk e di kiblen, dhe nuk ka mënyrë se si ta gjejë vetë kiblen, e ka obligim të pyesi. Ndoshta nuk është e thënë, edhe nuk mund t'ia drejtosh pyetje nëse je me një popull jo besimtar, ti thuash nga është Qabja, sa ai s'ka iden fare. Por i thon nga është veriu apo lindja apo ato anë të horizontit që ndihmojnë ty të pastaj gjesh drejtimin nga kibla. Por nëse je në udhëtim, pra në një gjatë udhëtimit nuk e këtë pyesësh për anë të horizontit dhe vetë nuk arrin do t'i gjesh me anë të shenjave në natyrë. Përpiqesh. Si përpiqesh? Me ato mundësi që ke me atë hamendesim tëndin, kush anë të duket më mundshme që t'jetë drejtimi i kiblës. Dhe falesh. Dhe nëse pasi që mbaruar namazin, dikush të njofton, apo në një mënyrë tjetër arrin të gjesh drejtimin e kiblës dhe sheh se ishte ndryshe nga ajo që ti u fale, namazi jot është i saktë. Pse? Sepse ti i bëre të gjitha mundësitë që kishe. Dhe Allahu subhanahu wa taala thot: la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk obligon askënd për te mundësive të tij, fattaqullaha mastata'tum, keni frikë Allahut, binduni e tij aq sa keni mundësi. Ama nëse është në vend me njerëz, nuk e di drejtimin e kiblës, nuk i lejohet atij që përpiqet ta gjejë vetë thjesht me hamendesim, por duhet të pyes. Duhet të pyes. Dhe në një rast të tillë, pra kur ai ka mundësi të pyes dhe nuk pyet, dhe sheh më pas se namazi i është falur në tjetër drejtim nga kibla, duhet ta fali përsëri nga e para. Pse? Sepse është kusht. Pra është një kriter shumë i fortë, drejtimi nga kibla. Cilat janë dobit e hadithit? Sepse me anë të përmendjes së dobive i bëjmë përmbledhje asaj që tham, por përmendim edhe dobi çështjet e tjera. E para, lejohet falja e nafileve mbi mjetin e udhëtimit. Lejohet. Ka akoma vende që përdorin kafshët si mjet udhëtimi. Dhe kjo nuk është e veçantë vetëm për kafshët, por edhe për mjetet e sotme, qofshin torsore, detare apo ajrore. Gjithashtu hadithi tregon lehtësinë e fesë. Lehtësinë e fesë dhe hapësirat që ka kjo fe që njeriu ta madhërojë dhe ta adhurojë Zotin e tij në çdo lloj gjendje. Pra mund të falet nafile edhe nëse është në mbi mjetin e udhëtimit dhe nuk obligohet që të zbresi përveç farzit.
Nëse ka mundësi të zbres, duhet të zbres. Nëse jo, atëherë nëse ka mundësi të falet në këmbë, në mjetin që është, për shembull, nëse është në tren apo në aeroplan, dhe ka vend, mund gjej një qoshe ku nuk kalon njerëzit apo ku nuk pengon njerëzit nga gjërat e tyre të nevojshme e tjerë, falet në këmbë. Për shembull, janë linjat e aeroplanëve të vendeve islame, për shembull të Arabisë Saudite, që kanë në hapësira të veçanta për ata që duan të falin namazet farz në aeroplan. Kanë hapësira të veçanta për këtë gjë. Dhe dobi tjetër është se hadithi tha Ibn Umari që profeti alayhis salam falte, pra bënte tezbih, kuptimit falte, nafile mbi kafshën e tij në udhëtim, të udhëtimit. Çfarë tregon kjo? Që nuk lejohet të falesh nafile duke qenë mbi mjetin tënd të udhëtimit, por në vendin tënd. Për shembull, dikush po vjen në xhami me makinë, është pasagjer, vllai musliman, shofer, e i thot prit pak mos fal sa të falja 2 rekat tu. Jo, nuk lejohet. Sepse i vendali. Dhe duhet i falesh nafilet sipas rregullave, kritereve, dispozitave të vendaliut, vendasit. Jo të udhëtarit. Pra nuk lejohet kjo gjë për atë që është vendas. Por sepse hadithi vjen në udhëtim. Hadithi vjen në udhëtim. Pra posaçërohet gjendja, veçohet, thersohet se cila është gjendja. Prandaj mos e marrim shablon apo në mënyrë të përgjithshme se lejohet në çdo rast falesh nafile edhe kur si në udhëtim mbi mjetin tënd të udhëtimit. Dobi tjetër është se dhe kjo është e rëndësishme, ngjojeni mirë. Cila është kibla e udhëtarit kur do të fali nafile, drejtimi i udhëtimit të tij? Edhe pse Qabja mund të jetë në të djathtë apo në të majt apo mbrapa, kibla për të është drejtimi i udhëtimit. Lehtësi, sepse është vështirësi e madhe apo pamundësi që kur dush falesh nafile ta kthesh në drejtim kiblës, ti që është heci mjeti, pastaj të kthehesh prapë ndaj lajire, është diçka e rëndë kjo për njerëzit. Kibla e udhëtarit që po fal nafile mbi mjetin e tij, thamë është drejtimi i udhëtimit. Çfarë do të thotë kjo, ngjojeni mirë? Se nëse ai qëllimisht e kthen mjetin e udhëtimit djathtas apo majtas, pra nuk e ka më drejtimin e udhëtimit kible, prishet namazi i tij. E qartë? Prishet namazi i tij. Pse? Sepse u shman nga kibla që ka. Edhe pse s'është qabja konkretisht në këtë rast, por kjo kibla për të është drejtimi i udhëtimit. Pra nëse ai qëllimisht e kthen, si për shembull ta kthen, po falet ai. Po fal nafile. Sot ka makina që kanë dhe pilot automatik, dhe pilotin edhe fal 2 rekat, thot falja 2 rekat autostradë. Pa pritur se një pikë pushimi, pikë karburanti me mini market e tjerë. Dhe taket thënë, e humbi drejtimin e kiblës. U prish namazit i. Përveç rastit, nëse ai drejtim, në atë drejtim është qabja. Ai vazhdon të jetë me kible. Pse? Sepse origjina është qabja. Pavarësisht se u lejua në këtë rast veçantë që të ketë drejtim tjetër. E qartë si çështje? Tjetër. Disa dietar përmendin thonë se personi që do të fali nafile, në udhëtim, në tjetër drejtim nga kibla, fillimisht thonë duhet të marrë drejtimin e kiblës së vërtet Qabës, pastaj të kthehet nga drejtimi i udhëtimit të tij. Pra, telbirin fillestar, nëse ne për shembull kemi të ndejt drejtimin e udhëtimit dhe Qabën e kemi djathtas, drejtimin e Qabës. Pra të themi Allahu Akbar, të themi djathtas dhe pastaj themi dhe të vazhdojmë.
Ja, nuk është e saktë. Pse? Sepse Ibn Umri në këtë hadith, çfarë tha? Që profeti sallallahu alaihi wasallam falej nga do që t'ishte drejtimi i tij. Pra e përgjithshme, nga që nuk kupton, nga tekbiri fillestar deri në fund. Nga do që t'ishte drejtimi i tij. Dhe duke lidhur me çështjen që përmendëm më parë, nëse udhëtimi i tij pra është i drejtë, pastaj të kthehet udhëtimi andeka, rreth rrotullimi bit kthehet, vazhdon të jetë drejtimin e kibles si udhëtar. Tjetër gjë. Çështje tjetër. Thot Ibn Umri se profeti alayhis salam bënte shenjë me kokën e tij, pra kur vinte rast koha e rukus dhe sejdës. Kjo në llojet e mjeteve të udhëtimit të asaj kohe. Po me mjetet e udhëtimit të kohës së sotme ku mund të kesh mundësi dhe hapësirë që të bësh rukun dhe sejdën. Pra falesh ulur, ama rukun dhe sejdën ke mundësi ta bësh. A është obligim për të që të bëj rukun dhe sejdën siç duhet? Apo me që është nafile në udhëtim dhe profeti alayhis salam mbi mjetin e udhëtimit bënte shenjë me kokën e tij, edhe ty bën shenjë? E ka obligim që ta bëj rukun dhe sejdën siç duhet. Nëse ka mundësi që në atë mjet udhëtimi ta bëj. Siç mund të jetë një aeroplan me pak njerëz, pra ka hapësirë, apo një tren me dhoma, apo një çfarëdo mjeti, po që ka hapësirë, ka gjerësi, ka mundësi që ta bësh rukun dhe sejdën siç duhet. Dhe nuk lejohet për të, edhe pse është mbi mjetin e udhëtimit, që ta bëj me shenjë me kokën e tij. Sepse ndihet që mjetet asaj kohë kafshë dhe nuk mund të bësh në mbi kafshë rukun dhe sejdën në formën e tyre të plot. Çështje tjetër, thotë po të shpreja bën të shenjë me kokën e tij, pra si për rukun dhe për sejdën. Dhe në pamje të parë duket se, apo nënkuptohet se për ulja e kokës bëhet në tjetër mënyrë, si tek rasti i rukus, ashtu edhe tek rasti i sejdës. A është e vërtetë kjo? Thonë dietarët në bazë të argumenteve të ndryshme që vijnë, ulet pak në ruku dhe tek sejdja më tepër koka. Pra, nëse vjen koha e rukus, e ulim pak kokën, dhe kur vjen koha e sejdës, diçka më tepër. E ulim diçka më tepër. Ndër të tjera, thot Salim, Ibn Umri e bënte këtë gjë. Një dobi është ajo që përmendëm në fillim, që ky veprim i Ibn Umrit tregon që ky gjykim dhe ky lehtësim nuk është anulluar, por do vazhdoj të jetë deri në kiamet. Dhe gjithashtu tregon edhe vlerën e këtij sahabi, që e ndiqte në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam në çdo rast. Dhe transmetimi përveç farzeve, pra nuk lejohet falja e farzit nëse je në udhëtim mbi mjet, përveç rasteve të veçanta kur je i pamundur. Për shembull, je i pamundur. Siç mund të jesh në aeroplan, siç mund të jesh në autobus dhe shoferi nuk ndalon, dhe ty po del koha namazit, nuk e ka të presësh orën apo rastin kur ai ndalon si pushim për pasagjerët, atëherë dhe drejtimi i udhëtimit është tjetër nga ai, atëherë fale farzin në atë gjendje që je, në atë drejtim që mundesh. Dhe nuk lejohet që kur ke mundësi të zbresësh dhe ta falësh farzin tamam, ta falësh në tjetër drejtim nga kibla, apo ta falësh mbi mjetin e udhëtimit. Pra nëse je vetë shoferi, apo nëse shoferi i autobusit të mirë kupton, ti i thua dhe ai ndalon për pak minuta, atëherë zbrit dhe fale namazin siç duhet. Thotë dhe e falte vitrin mbi kafshën e tij. Se e sjellte autori, që vini mençurinë e dietarëve.
për të na treguar ne që vitri nuk është farz. Sepse çfarë tha përveç farzeve transmetimi. Atëherë po vitri, pse? Sepse për shembull në mëdhëmin Hanefi është obligim vitri, me atë shtjellimin që kanë ata ndërmjet farzit dhe vaxhibit. E por e kanë detyrë. E saktë është që vitri është sunet me një grad të lartë, me një rëndësi të madhe, por nuk arrin në gradën e obligimit, farzit, vaxhibit. Gjë që do të thotë se ai që nuk e fal vitrin ka mangësi, por jo se ka gjunaf. Mangësi ka, sa që kanë qenë dietarët e hershëm, jepnin fetva dhe thoni që nuk i pranohet dëshmia atij që se fal vitrin. Për shkak të rëndësisë që ka, por jo se është vaxhib, sepse ky veprim i profetit alayhis salam dhe transmetimet që vinë në sahabët dhe falte vitrin tregon që dhe falte vitrin mbi kafsh, pra në udhëtim tregon që s'është vaxhib. Qartë inshallah. Këto janë çështjet për sot. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na japi diturinë në fenë e tij, na ruaj neve nga gabimet, të adhurojmë atë me sinqeritet dhe në rrugën e profetit alayhis salatu wassalam. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.